As ndëran ta ik kryes ju. Jam keq, se ti s'me këthirë, s'me thu mirë me ngjes, as natën e mirë. Një dyshim, zemrën ma trishtoj, mos qofti vërtet, se nuk di qka boj. Këta të studios nuk i kom gjohë, producent ata që e kom ditë ku egzistojnë. E bili Ermal Vezëllojnë pa ta pas vetë, njëherë thash që breborë adin drejtëm të një studio. Jo, marrë tha qëfar të s'kam lidhe me ta thas musëm vetë më për këtë punë. Dëma, unë gjithmonë i kom pyet këngëtarët. Këngëtarët janë konkurencë me mu. Apo këtë? Dëma, konkurencën kur nuk bën me pyet ose me lyp ndihmë të konkurenca. Jo, absolutisht. Gjithmonë do të më shku te e kundërta. Një krahasim mes Austrisë dhe Kosovës në rrugtimin e muzikës. Atje nuk mund është me ecë përpara. Atje, kjo akon arsye se punë isha, kom pas pare shumë atje në Austri, jo shumë për muzikë, për me investu në muzikë, kom pas pare, se për këtë me investu në muzikë, po se kom qoftë kur kërkan. S'kom ditë hiq as ka duhet me shku. Me muzikën në ahenge familjar, pasi që i përmend edhe dasmat. Qysh e ka lënë që të pjesë edhe sa janë, çka kërkojnë ata më saktësisht, por dhe çka je i gatshëm të fresh në për ta. Fatmirësisht, kjo çka s'm ka bëu mu dëshpëru janë dasmat. Dasma kaloj shumë mirë. Nuk e di as vetë shumë kaloj mirë. Përveç një dasëm në Malishev nuk më kalu mirë. Ato kishin pas probleme ata. Kishin pas probleme, te edhe që dalin gurbeqartë ata noset, e dalin këcel ato, në valle janë ikni. Edhe për ndryshe, në përdas ma kalej shumë mirë, si në po t'jevë. Se the bashkë në Malishev, s'këm kalu mirë në vend tonin. Po në vend, tash... Që aty ka qenë. Që aty ka konë. Edhe nuk petrogoj as vendin as ku, po adin, qaj problem ka...